Ish kryeministri Sali Berisha mbajti sot një qëndrim të ashpër në kuvende jashti lidhur me incidentin mes kryeministrit Edi Rama dhe gazetarit të njohur Adi Krasta. Byroja e kuvendit e përjashton për 2 javë nga kuvendi dhe në një intervistë ekskluzive për Agon Channel, zoti Berisha thotë se Ilir Meta e mori këtë vendim në kërcënimin e kryeministrit, që ka kërkuar kancelarive ndërkombëtare arrestimin e tij. Ministri i Financave Shkëlqim Cani u shfaq sot konfuz, i paqartë lidhur me një urdhër drejtuar bankave të nivelit të dytë për të informuar atë në rrugë informale për çdo pagesë mbi 50.000 euro të shoqërisë që kontrollon Agon Channel. Ai përgjigjet gazetares si çdo etike profesionale për një urdhër, i cili na kthe në kohën e spionazhit të diktaturës së Enver Hoxhës. Agon Channel i kërkon kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit të mbajnë qëndrim mbi këtë sjellje. Vijoni Lazarat për të 5 ditë më radh përpjekja e policisë për të marrë nën kontroll fshatin. Grupet e armatosura që mbrojnë plantacionet e drogës hapin zjarr her pas here ndaj forcave të rendit. Avancimi i operacionit konsiderohet i ngadalt për shkak të rezistencës armatosur të banorëve. Anglia dhe Uruguay përballen sot në mbrëmje në sfidën e cila do të përcaktojë se cila do duhet heq dorë nga ëndra në këtë botror. 2 skuadrat luajnë shansin e fundit pas disfatave përballë Italisë dhe Kostarikës respektivisht. Mirëmbrëma dhe përshëndetje nderuar teleshikues, mirë se vini në edicionin qendror në Agon Channel. Unë jam Sonila Meço. Zhvillimet kryesore të kësaj dite do t'i mësoni gjerësisht, por pak më vonë në studio me mua do të jetë edhe drejtori editorial i Agon Channel, zoti Alessio Vinci, për të komentuar disa prej deklaratave më të forta, akuzave, por edhe qëndrimeve që anëtarë të gabinetit qeveritar janë duke mbajtur në raport me median, si dhe me gazetarë të njohur në vend. Nisim fillimisht me incidentin e rënd të ndodhur mes kryeministrit të vendit Edi Rama dhe gazetarit Agon Channel, Adi Krasta. Incident, pasojat e cilit tashmë kanë mbritur deri në sallën e kuvendit të Shqipërisë, në majat më të larta të politikës. Ish kryeministri i vendit, zoti Sali Berisha, sot ka qenë në foltoren e kuvendit, ku ka shprehur qëndrimin e demokratëve lidhur me sulmin dhe angazhimin e policisë shqiptare në Lazarat. Mirëpogjet fjalës së tij, disa herë ka ndërhyrë edhe ministri i Mirëqenies sociale zoti Erion Veliaj, gjë e cila ka sjellë reagimin e fortë të ish kryeministrit. Një reagim i cili në thelb ka patur disa akuza të forta që kryeministri aktual ka bërë në darkën private kur përballë tij ka qenë gazetari i njohur Adi Krasta. Akuza në drejtim të bashkëshortes së ministrit të Mirëqenies sociale. Menjëherë ka qenë vendimi i kuvendit të Shqipërisë, i cili ka vendosur edhe pezullimin për 10 ditë nga punimet në seancë plenare, jo vetëm në seancë, por edhe në komisione të deputetit Sali Berisha. Ndërkohë që ky i fundit është shprehur se ka folur vetëm me gjuhën e kryeministrit aktual. I ashpër reagimi ministrit Veliaj dhe bashkëshortes së tij. I ndjekim. Debati publik mbi sulmin e kryeministrit Edi Rama ndaj gazetarit Agon Channel Adi Krasta mbërri në sallën e kuvendit. Ish kryeministri Sali Berisha nga foltorja e kuvendit kërkoi nga ministri Erion Veliaj të deklarojë publikisht qëndrimin e tij, nëse ka qenë ose jo në darkën ku ndodhi ngjarja. Një burr që ja quajnë të shoqen kurv dhe prostitut dhe sot i fjalë. Ndërpritet seanca. Seanca ndërpritet, zoti Berisha tërheq vëmendjen. Ndërpritet seanca, rifillon mbas 15 minutash, ju lutem. Kryetari i kuvendit Ilir Meta ndërpreu seancën plenare, ndërsa zoti Berisha sqaroi jashtë sallës së kuvendit të gjithë këtë ngjarje, duke argumentuar se gjuha që përdori në sallë nuk është e tij, por e kryeministrit shqiptar. Kur një kryeministër e lejon veten të shqiprojë gjërat e tilla, ai meriton 100 demaskime për to. Dhe unë si kam thënë kujtkur si kryeministër një fjalë të tillë. Menjëherë pas lëshimit të kësaj deklarate reagoi publikisht bashkëshortja e ministrit Veliaj, Ajola Xoxa. Më ka kapur një neveri e papërshkrueshme për nivelin e shpifjes që mund të arrijë Berisha. Me që isha në atë darkë, dua të deklaroj publikisht se kur në jetë kryeministri Rama nuk ka përdorur ndonjë fjalë fyese ndaj meje, as edhe një herë. Përkundrazi kam patur vetëse respekt prej tij. Sa turp që një burr në moshën e tij gjyshi gënjen dhe shpif kaq shpasip. Turp. Por të njëjtin qëndrim mbajti edhe bashkëshorti i saj, ministri Erion Veliaj, jashtë dyerve të parlamentit, teksa hodhi akuza të forta ndaj zotit Berisha. Është taksirat ynë që të dëgjojmë një plak, një palaço, i cili me gjuhën, patjetër, po është një palaço, i cili na imponohet me helm dhe na imponohet me balt. Menjëherë kryeparlamentari Ilir Meta mblodhi byron e kuvendit, e cila vendosi përjashtimin e Sali Berishës për 10 ditë nga të gjitha veprimtaritë parlamentare,
vendimi i cili solli bojkotin e kuvendit nga opozita. Por çfarë shtyu ish kryeministrin e vendit zotin Sali Berisha të mbajë një qendrim të ashpër në sallën e kuvendit të Shqipërisë pas sulmit në një darkë private të kryeministrit Edi Rama ndaj gazetarit të njohur Agon Channel Adi Krasta? Për këtë arsye Agon Channel ka marrë një intervistë ekskluzive ku ish kryeministri ka treguar se pas sulmit të Edi Ramës qëndrojnë interesa mafioze që lidhin ato me grupin Digital. Por ish kryeministri ka qenë edhe më i ashpër, kur ka folur për arsyet e pezullimit të tij në punimet e seancave plenare dhe në punimet e komisioneve parlamentare. Sipas tij, vendimin kryetari i kuvendit Ilir Meta e ka marrë pas presioneve të vijueshme të kryeministrit Edi Rama, i cili kërcënon se kancelarit ndërkombëtare, të gjitha një zëri, i kërkojnë arrestimin e tij. Ne kemi disa prej deklaratave bërë në intervistën për Agon Channel të ish kryeministrit Sali Berisha. Në fjalën time. Zoti Berisha, jeni përfshirë në debatin më të fundit mbi incidentin mes kryeministrit Rama dhe gazetarit Adi Krasta. Pse e bët këtë? Kam denoncuar dhe denoncoj çdo qendrim, presion ndaj mediave, cila do qoftë ajo, kundërshtare e egër apo jo, ndaj meje. Në këtë incident kishte një shpërthim të psikozës bipolare të zotit Rama. Në këtë shpërthim, tronditse ishte se qëndronte krejtësisht kryekëput lidhja dhe kapja mafioze e Edi Ramës, sepse ishte Top Channel apo Digitalbi në mes. Edi Rama është dyshuar gjithnjëse është aksioner i rëndësishëm në Top Channel. Kjo unë nuk e di, nuk kam fakte. Por di një gjë, që muajt e fundit, mafia në media është më aktive se kur në historinë e këtij vendi. Drejtori i përgjithshëm i policisë t'i lejoj vetes të dërgoj shkresa në institucione jashtë çdo lloj rregulli dhe standardi që të bashkëpunojmë për të mbrojtur Digitalbin. Mund ta kishit kursyer sot ministrin Veliaj në deklaratën tuaj në parlament? Absolutisht, unë do ju thea shqiptarëve të gjithë ngjarjen. Ka edhe një kosto për ju që lidhet me faktin që Parlamenti i Shqipërisë, Byroja e Kuvendit vendosi që t'i përjashtojë juve nga kuvendi për 2 javë në vijim. Këtë vendim e mori Ilir Meta kokë-këmbë i skllavruar nga Edi Rama. Ju duhet ta dini që pas çdo udhëtimi Edi Rama i sjell në mënyrë konstante një lajm Ilir Metës. Më kërkuan t'ju arrestojnë, po unë nuk ta bëj këtë. Dhe Ilir Meta ndryhet 2 ditë i smur. Dhe ky çon ma haberi thot, jo thot, nuk do ketë. Pse thon Ramës? Se Rama ka çuar dosjen. Për të më akuzuar mua që s'ma i qenim ndaj Metës, ka bërë një dosje trash dhe e ka dorëzuar në kancelaritë europiane dhe Bruksel. Dhe ata tani, ose për ta tallë Ramën, dhe jo vetëm për ta tallë, po kërkojnë luftë kundër korrupsionit, i thonë Ramës, kur do arrestosh Ilir Metën? Pra, dhe Meta detyrohet si kukull të bëj çfarë i thot Rama. Aleancë e kësaj natyre, unë ndjem shumë i nderuar nga vendimi i tyre. I nderuar nga vendimi i tyre. Zoti Berisha, ju falenderoj për këtë intervistë. Edhe unë ju falenderoj ju. Ndërkohë televizioni Agon Channel qëndron i hapur për çdo deklarim në këtë moment delikat që duhet bëj familja Veliaj. Për këtë arsye dhe gazetari Agon Channel ka patur një pyetje të drejtë për drejtë për t'i bërë zonjës Zoxha, e cila ka qenë në krah të bashkëshortit të saj, Erion Veliaj, në një aktivitet për diplomimin e studentëve në një universitet privat. Ky është çasti që Agon Channel qëndroi i hapur për çfarëdo lloj reagimi lidhur me atë që ka ndodhur në darkën private dhe mënyrën se si është interpretuar sot ajo në kuvendin e Shqipërisë. Ja si është përgjigjur zonja Zoxha. Zonja Zoxha, keni ndërhyrë për të qetësuar kryeministrin? A ju ka thënë bravo apo diçka tjetër? Kryeministri është sjell vetëm me respekt me mua, është sjell gjithmonë me shumë respekt me mua dhe kur në jetën e tij s'më ka fyer. Nuk ka ndodhur asgjë mbrëmje? Bëjmë media, mos bëjmë luc, po binin luc. Ishte kjo deklarata e zonjës Zoxhe, e cila shoqëronte bashkëshortin e saj, zotin Erion Veliaj, në një aktivitet të diplomimit të studentëve në një universitet privat. Ndërkohë që të gjithë e mirë kuptojnë të moment delikat dhe të vështirë të familjes Veliaj, edhe i gjithë Agon Channel është me ta në këtë moment për të siguruar jo vetëm hapësirën e domosdoshme të reagimit të tyre, por edhe për t'i mirë kuptuar në mënyrë njerëzore. Të gjithë pa përjashtim në Agon Channel dhe bëjnë një gjë të tillë. Mirë po ne nga ana tjetër sigurisht që do të jemi të kujdesshëm për të kuptuar se kush duhet të jetë ai që do të kërkojë falje në emër të gjithë shqiptarëve si përfaqësues i tyre në qeveri përballë çiftit Veliaj.
Ndërkohë për të komentuar këtë zhvillim, por edhe të tjera të ditës, cilat demonstrojnë edhe një raport të vështirë që qeveria shqiptare është duke vendosur me Median e Lirë, në studio me mua kam drejtorin editorial të Agon Channel, zotin Alessio Vinci. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Sonila, buonasera. Jemi në një situatë të një komunikimi i cili prej disa ditësh është transmetuar edhe në media të ndryshme, në portale online, por edhe në shtypin e shkruar, të një komunikimi jo normal dhe skandaloz midis kryeministrit dhe gazetarit tonë të njohur Adi Krasta. Në radhë parë, si keni përjetuar ju këtë lloj komunikimi bërë tashmë publik nga mediat? Ma guarda, è una cosa che si è tentato di tenere privata. Është diçka që u tentua të mbajë fshet private sepse bëj fjalë për një darkë private. Por në çdo vend, jo vetëm në Shqipëri, kur një kryeministër sillet, siç u soll Edi Rama gjatë asaj darke, edhe pse private, kjo nuk mbetet më një fakt privat, po bëhet fakt publik. Kjo është gjëja e parë që duhet thënë. Në këtë moment ne nuk duhet të përmbysim atë që është bërë. Nuk duhet të përqendrohemi mbi atë që akuzon apo se çfarë u akuzua. Lajmi që kryeministri akuzoi gruan e një ministri të tij për gjëra të rënda, fjalë që s'mund të përsëriten këtu. Pra, kryeministri nuk duhet t'i hidhet në fyt Agon Channelit, por ai duhet i kërkojë falje publikisht para se gjithash ministrit të tij dhe gruas së tij. Në radhë të dytë, ndaj gazetarit tonë duhet kërkojë falje dhe në radhë të tretë edhe ndaj shqiptarëve. Ktu po përpiqet të kriminalizojnë Agon Channelin pse dha lajmin dhe askush nuk flet për lajmin kryesor, domethënë për atë që tha Edi Rama gjatë asaj bisede që u bën atë darkë midis kryeministrit dhe Krastës. Të gjithë mund të bëjnë gabime, ne vetë kemi bërë gabime, kemi publikuar gabimisht numrin e telefonit gjatë emisionit të lajmeve të orës 15, numrin e zonjës Veliej, kemi bërë një gabim, mund të ndodhë, por ama kërkuam falje. Kërkojmë falje sepse i marrim përgjegjësitë tona mbi vete. Ashtu siç bëjmë ne, duhet ta bëjë edhe kryeministri publikisht, duhet i kërkoj falje Veliejt, shqiptarëve dhe Krastës. Kemi kërkuar në çdo mënyrë edhe nëpërmjet dërgimit të shkresave zyrtare, komunikimit të drejtë për drejtë kemi kërkuar me kryeministrin e vendit për të shprehur në lidhje me këtë incident. Ashtu sikurse kemi mirë kuptuar edhe gazetarin e njohur Adi Krasta, i cili ka heshtur deri në këtë momente. Normalisht, raportin që ndërton një kryeministër, në këtë rast me median, në raport me të, jo vetëm duke u referuar sulmit, por edhe mungesës së transparencës, si do ta mund ta krahasonit me një zhvillim të ngjashëm në një vend normal europian, ku Shqipëria synon të afrohet? Çfarë do të ndodhte në një vend tjetër, Alessio Vinci? In un altro paese sarebbe, në një vend tjetër, sipas meje do të ishte e pamendueshme që një kryeministër të sulmojë kështu në një restorant publik një gazetar. Çfarëdo lloj gazetari i famshëm, i zoti si Adi Krasta, apo dhe një çfarëdo lloj gazetari tjetër. Unë mendoj se pushteti, politika duhet të respektojnë gazetarin, sepse ata kanë një funksion të tyre. Edhe lirinë e shprehjes të fjalës, gazetarët mund të thonë atë që duan, boll që ta provojnë me fakte. Unë mendoj se debati midis Krastës dhe Edi Ramës ishte një debat për përmbajtjet. Rama nuk ishte i kënaqur sepse Krasta mori një qëndrim të drejtë mbi një çështje themelore mbi këtë vend. Por bëhet fjalë para se gjithash për diçka që ka të bëjë me publikun, ata që na shohin nga shtëpia. Pra, shpërndarjen dhe dhënien caktimin e frekuencave televizive. Sali Berishi flet me gjuhën e tij pak konotative, flet për mafjen mediatike. Domethënë kur ka monopol mbi këtë çështje, domethënë se nuk ka liri shtypi. Kryeministri në këtë moment mund të mos përgjigjet dhe askush nuk arrin do t'i thot atij që duhet të thot atë që duhet. Dhe ky monopol mediatik duhet prishur. Dhe ne të Agon Channelit do bëjmë gjithçka ashtu siç kemi bërë dhe në të shkuarën. Vet Veliaj ka bërë betejën e tij për transparencë, për lirinë. Dhe ne bëjmë të njëjtën betejë që bën ai, sepse në zemrën tonë është interesi i qytetarëve shqiptar që duhet të informohen mbi atë që ndodh. Ajo që ndodhi në atë restorant është një fakt i rënd dhe një fakt që duhet shpjeguar dhe duhet treguar ashtu siç ka ndodhur. Problemi nuk është Agon Channeli që flet për faktin. Problemi është se çfarë ndodhi në atë restorant. A do doni të na thoni se çfarë ndodhi? Zoti Rama, do të na thuash? Dhe unë mendoj se Adi Krasta në kohën e duhur do të flasë. Nuk kanë qenë të paktë personat e pranishëm në atë darkë. Janë disa dimensione me cilën mund të analizohet ai incident që ka ndodhur. Unë si grua në këtë rast, si gazetare, por dhe si grua, natyrisht ndihem e shqetësuar nga përdorimi i fjalëve të tilla dhe fyese. Mirë, po kanë qenë kaq shumë prezent njerëz në atë mbrëmje, sa gjithkush në një moment caktuar mund të dëshmojë nëse janë thënë apo jo ato fjalë. Në këtë moment unë shqetësohem për lirshmërinë që ka kryeministri i vendit tim megjithëse në një darkë private për të shprehur një qendrim të tillë. Sonila,
Ti e di shumë më mirë se mua. Shqipëria është vend I vogël. Të gjithë thonë që njihemi me të gjithë. Nëse kam kuptuar mirë, në ato tavolinë ishin të gjithë njerëz që njihnin me njëri tjetrin, ishin miq mes tyre. Problemi këtu nuk është një çështje amësie. Aq më tepër, nëse kanë qenë miq për shumë vitesh, e vërteta duhet të dilte më shpejt. Por askush nga të pranishmit në atë mbrëmje nuk thot se çfarë ka ndodhur. Pra, problemi sipas me është si Edi Rama, ashtu edhe Krasta, që kur Rama do të flasë, jam sigurt që ai do të përgjigjet, duhet të na thonë se çfarë ndodhi. Por duhet të na thonë pikërisht jo pse janë miq me njëri tjetrin. Kjo është një gjë që s'na intereson. Ai fakt privat u bë publik nga momenti kur Edi Rama akuzoi dy persona në atë tavolinë që ishin, nuk dua ta them atë fjalë të rëndë. Ne ka thënë disa ish kryeministri Berisha. Benissimo, perfetto, lo lascio dire a lui. Le ta thot ai vetë dhe ka akuzuar direkt gazetarin ton. Jo për çështje abstrakte, po për çështje themelore. Adi Krasta kishte marrë një pozicion të qartë mbi atë që ai mendonte që ishte në atë që mendonte mbi problemin e monopolit televiziv. Mirë, është mendimi I tij. Krasta mund të përgjigjet për përmbajtjen e këtij problemi. Nuk mund të thot vetëm kaq, me që jemi miq do ta mendosh si mua. Ky është mënyra për të qeverisur. Nëse janë miq, le të shkojnë të hanë bashkë në restorant. Por, nëse jemi miq, duhet të jemi edhe të aftë të flasim në mënyrë civile për atë që po ndodh në këtë vend mbi informacionin televiziv. Dhe deri kur do të mbizotëroj ky lloj qëndrimi, monopoli shtetëror, mafje mediatike, le të përdorim fjalën që përdor Berisha. Deri në këtë moment, liria e shtypit në këtë vend nuk do të jetë kurrë. Do të ndalem dhe aty. Ne, edhe pse të vegjël, siç thot ministri, pastaj do më thuash ti se sa të vegjël jemi, sepse po ishim aq të vogël. Çështjet e referencës, diskushet e referencës do domeni zotit Sami janë, por le të themi të vërtetën. Unë mas rëndësin ton e mas në bazë të reagimeve të asaj që ne themi. Nuk e kam anoncuar kronikën. Do dal më një herë edhe tek çështja I madhe apo I vogël. Të gjithë ne atë që ne themi ka një reagim të menjëhershëm në këtë vend. Pra ne nuk jemi aq të vegjël. Jemi të rëndësishëm dhe jemi kryesor dhe për këtë arsye ne jemi sonte këtu që të flasim lirin ton të shtypit. Por doja edhe një herë të përsërisja një ftesë që Agon Channel e ka bërë që ditën e parë të krijimit të tij, si një forum në të cilin të gjithë aktorët e rëndësishëm të këtij vendi, të jetës publike, që kanë diçka për të thënë, aq më tepër ata që kanë detyrim në bazë të zyrës që ata mbajnë emër të shqiptarëve, do të gjejnë një vend për ta shprehur. Kështu mbeten dyert tona të hapura dhe për të sqaruar një herë mirë atë që ka ndodhur jo vetëm në darkën private, por një referencë të plotë në raport me gazetarët dhe mediat që ata përfaqëson, në këtë rast Agon Channel. Por dua të ndalem në raportin më të ri që Ministri I Financave, zoti Shkëlqim Cani, ka krijuar me televizionin ton. Në fakt jemi informuar se zoti Shkëlqim Cani, si numri 1 I financave, ka bërë një kërkesë ndaj bankave në vendin ton që në mënyrë informale të japin informacione për të gjitha transfertat jashtë Shqipërisë në vlerë mbi 50.000 euro që bën grupi I cili kontrollon Agon Channel. Gazetari Agon Channel, Suriva Berberi, menjëherë është nisur për të mësuar më shumë nëse ekziston një vendim I tillë apo jo. Përgjigjja e zotit Cani jo vetëm që ka qenë kontradiktore, konfuze, por dhe shumë e paqartë, sepse nga njëra ana ka cilësuar jashtë agjendës dhe një televizion të vogël, por ja se për këtë televizion të vogël ai ka bërë edhe një kërkesë të rëndësishme ndaj bankave të nivelit të dytë. Ndjekim fillimisht çfarë ka deklaruar zoti Cani në raport me detyrimin që ka për transparencë përballë një televizioni që ka të drejtë themeltare për të informuar. Agon Channel ka mësuar se Ministri I Financave Shkëlqim Cani ka urdhëruar bankat tregtare që për çdo pagesë mbi 50.000 euro të shoqërisë që kontrollon Agon Channel të njoftojë atë në mënyrë informale. Ky urdhër na kthe në kohrat e spionazhit të Enver Hoxhës, por sot ai quhet spionazh ekonomik dhe financiar. Ky është një akt I rënd antidemokratik që kaloi kufit e Shqipërisë. Europa nuk mund të mashtrohet as me farsat e një show në parcelat e Lazaratit dhe as me akte të tilla si ky I ndërmarr nga Ministri I Financave që na kthej në kohrat e izolimit, në një kohë kur Shqipëria pritet të hyjë në Europë. Agon Channel I kërkoi me insistim një intervistë ministrit Cani lidhur me këtë urdhër dhe përgjigja e tij ishte jashtë çdo norme mediatike. Zoti Cani, është e vërtetë se ju keni urdhëruar bankat për të njoftuar ju për çdo dalje mbi 50.000 euro që bën kompania Bekspa? Shumë faleminderit. Ju vetëm. Është e vërtetë apo jo? Pranojeni në rast se nuk është e vërtetë përpara mikrofonit ton. Pranojeni në rast se nuk është e vërtetë. Nuk merrem hiç me televizionin tuaj se është jashtë agjendës time. Shumë I vogël për të marrë.
Ministri i Financave me këtë deklarat bie në kontradikt të plot me veten. Nga njëra anë i jep urdhër bankave të informojë atë për çdo pagesë mbi 50.000 euro të shoqërisë që kontrollon Agon Channel dhe nga ana tjetër na konsideron të vegjël. Ministri duhet të ndajë mendjen, o jemi ose jemi të vegjël, o jemi të rëndësishëm ose jemi të rëndësishëm. Në fakt, ky akt i tij është edhe më i rëndë se sulmi i kryeministrit ndaj gazetarit më të mirë në Shqipëri Adi Krasta. Mendoni kryeministri Kamerun apo kancelaria Merkel të kishin sulmuar gazetarin më të mirë në Gjermani apo Angli, do kishte shkaktuar një furtunë të vërtet. Një deklaratë e tillë do ishte pasuar me daljen e njerëzve në shesh, me kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit. Ishte kjo përpjekja jonë për të siguruar informacionin e domosdoshëm nga numri 1 i financave. Ka apo nuk ka një urdhër ndër bankave, në qoftë se nuk ka të deklarohet publikisht një gjë e tillë, por në rast se ka, mbi ç'bazë është marrë, për të mos përjetuar edhe një herë fantazmat e një periudhe me cilat e kemi mbyllur historinë. Ndërkohë në lidhje të drejtë për drejtë, në këtë çast un kam gazetarin e emisionit investigativ Çaty, Syrieva Berberi, e cila hyjon edhe në këtë momentet kërkoj të marrë informacionin e domosdoshëm, jo vetëm nga Ministri i Financave, por tashmë nëpërmjet shkresave zyrtare dhe kontakteve të drejtë për drejta, edhe nga numri 1 i qeverisë dhe kryetari i kuvendit. Syrieva, përshëndetje. Përshëndetje Sonila. Ku ndodhesh aktualisht dhe më thuaj të rejat më të fundit, ke marrë ndonjë prononcim shtesë nga ato të paradites? Momentalisht ne ndodhemi përballë kryeministrisë. Ende nuk kemi marrë një përgjigje, jo vetëm nga zoti Cani, nga Ministri i Financave, i cili ne na quajti një televizion të vogël dhe jashtë agjentës së tij për të na dhënë një përgjigje, por ende nuk kemi marrë një përgjigje në lidhje me shkresat që ne kemi drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe gjithashtu dhe kryeparlamentarit zotit Ilir Meta. Ashtu siç e theksuam edhe në edicionin e orës 3:30, nëpërmjet këtyre shkresave ne kërkuam që të kemi një transparencë në lidhje me pyetjen që i kemi drejtuar herët në mëngjes zotit Cani në lidhje me urdhrin që ai ka dhënë bankave të nivelit të dytë për të kontrolluar transfertat mbi 50.000 euro të kompanisë që mbikëqyr Agon Channel. Këtë transparencë ne e kemi kërkuar nga kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama, si dhe nga kryeparlamentari zoti Ilir Meta. Por krahas kësaj pyetje, ne kemi kërkuar edhe qëndrimin e tyre në lidhje me atë çka shprehur zoti Cani për Agon Channel, duke e cilësuar një televizion të vogël dhe një televizion jashtë agjentës së tij. Ne duam të theksojmë se ne tashmë jemi një fakt. Agon Channel është një fakt. Dhe duke qenë se ne tashmë ekzistojmë, kemi të drejtën që na jep ligji për t'u informuar dhe për ta bërë këtë informim për publikun që na ndjek. Syrieva, më qëndron në linjë të lutem. Ales Qëvinçi, çfarë guximi duhet ketë numri 1 i financave në vend të përcaktojnë se një televizion është i madh apo i vogël, kur me veprime antiligjore, në fakt je pesh ti televizioni? Innanzitutto ci conosce. Para se gjithash ai na njeh, dhe nëse na njeh, do të thotë se na shikon, na vështron, të vegjëra të mëdhenj qofshim. Dhe që këtu kjo është një budallallëk i parë që ai thot. Për një ministër i Shqipërisë dhe për një person që punon në një pozicion kaq të rëndësishëm, nuk mund të thotë që je televizioni i vogël dhe nuk të përgjigjim, je televizioni i madh dhe të përgjigjim. Nuk mund ta bëj këtë lloj dallimi. Unë jam i sigurt ka antar të kësaj qeverie Rama që në rinin e tyre në të shkuarën kanë luftuar për transparencën, për lirinë, për qartësinë. Pse këto vlera dhe këto rregulla nuk duhet të vlejnë akoma sot? Për çfarë arsye? Nëse ministri Cani ka diçka për të thënë, le të na e thotë. Nëse nuk ka, ai duhet na thotë që nuk ka asgjë për të na thënë. Por nuk mund të na kategorizoj si televizion i vogël dhe për këtë arsye nuk ju përgjigjem. Ai është ministri i financës i këtij vendi. Ai merret me parat që nuk janë të tijat, janë me parat e shqiptarëve. Ai është një shërbëtor i shtetit dhe si i tillë ai duhet i përgjigjet çështjeve që interesojnë të gjithë qytetarëve shqiptar. Sepse nëse ministri i financave sot mund të thotë që dua të dinë se zoti Beketi, editori i Agon Channel dhe pronari i Bekspa transferon 50.000 euro që këtu atje, këtë mund ta bëj mbi ty, mbi të tjetrin, mbi të gjithë njerëzit. Kjo duhet të na shqetësoj për nga një qeveri që na kishte premtuar transparencë
dhe qartësinë e krahasimit të shkuarën. Raporti i qeverive me mediat në këtë vend nuk ka rekorde pozitive. Megjithatë, me kalimin e viteve është vënë re se është kaluar nga një lloj sulmi i natyrës politike të drejtë për drejtë në një sulm më të sofistikuar të natyrës financiare dhe ekonomike. Dhe grupit që kontrollon Agon Channel, ne her pas here kemi folur edhe për kontrollet të testuara të pajustifikuara të zyrës së tatim taksave. Në vitin 2014, në një vend si Shqipëria që në datën 23 qershor pret një përgjigje për statusin e vendit kandidat, si do të mund të interpretohen gjë të tillë, si e kategorizon qeverinë dhe raportin e saj me mediat? A me sarebbe piaciuto che Mua do të më kishte pëlqyer t'ja kushtoja pjesën më të madhe këtij edicioni lajmesh hyrjes së Shqipërisë në Evropë dhe jo për këtë çështje. Por ama kjo është e rëndësishme sepse preket dhe hyrja e Shqipërisë në të. Kjo që ndodh këtu ka të bëjë dhe me hyrjen e Shqipërisë në Evropë. Asnjë ministër financash i vendeve të tjera mund të vendosë në mënyrë të njëanshme dhe informale, që të ketë informacion bankar financiar mbi një qytetar të saktuar, përveç rastit kur ai është zyrtarisht në nënhetim. Nëse zoti Beketi është zyrtarisht në nënhetim, zoti Cani duhet ta thotë këtë gjë. Dhe nuk mund të thotë vetëm kështu, ju jeni televizioni i vogël dhe unë nuk merrem me ju. Këtë nuk mund ta bëj. Nëse është në hetim, ka një hetim, atëherë duhet ta thotë zyrtarisht. Për këtë ka ligje, kanë autoritetet përkatëse që do bëjnë me kontrollet. Për sa i përket marrëdhënies midis qeverisë dhe mediave, askund nuk është i lehtë kjo marrëdhënie dhe duhet ta pranojmë. Por ajo që është e patolerueshme është që ka qeveri që duan të diktojnë ligjin ndaj mediave. Qeverit duhet të respektojnë mediat ashtu si dhe mediat duhet të respektojnë qeverit. Kjo është një marrëdhënie me e dy krahashme. Kur në një moment një qeveria sulmon mediat, për eksperiencën time personale do të thotë që ajo qeveri ka diçka për të fshehur, është në vështirësi, sepse sulmi është mbrojtja më e mirë. Mediave, të paktën rekordet historike fitoren të pastër dhe thellë ja kanë dhënë medias. Mirë, po dua të qëndroj dhe pak këtu, Alessio, edhe për një arsye tjetër, sepse po të verifikosh mënyrën se si zoti Shkëlqim Cani është përgjigjur në kohë të ndryshme interesit gazetarëve tanë, qoftë Departamentit të Informacionit apo qoftë edhe të emisionit investigativ çatu, është më gjithmonë një nervozizëm i tij, i cili ka patur jo vetëm shprehje të një lloj dhune verbale, por edhe një lloj shprehje të një nervozizmi fizik. Ndiqni pak, i lutem, pamjet në ekran. Më herët, një sjellje e tij ka ndodhur gjatë një tjetër përpjekje gazetare së çatu, Syrieva Berberi, kur ajo tentoi të drejtohet me një pyetje konkrete. Edhe sot ministri Cani ka tentuar të shtyjë me forcë të njëjtën gazetare, duke konsumuar kështu një gjest jo vetëm as pak të hishëm, por edhe të dënueshëm. Këto janë pamjet që ne po i ballafaqojmë të sjelljes së zotit Cani me të njëjtën gazetare, dhe kështu ka rastisur Syrieva Berberi, një herë në kuadër të emisionit investigativ çatu dhe tashmë për Departamentin e Informacionit të Agon Channel. Alessio? L'ho visto molto nervoso il ministro Cani. Ministrin Cani, me siguri që ka diçka që ati nuk i pëlqen. Një ministër i Republikës që nuk pëlqen pyetje të një gazetari, duhet të vërtet të pyesen nëse ai është në gjendje të bëjë në lartësi të detyrës së tij. Gazetari i Çathus dhe i Agon Channel kishte pyetje legjitime dhe ai mund t'i thoshte thjesht në një mënyrë thjesht të mirësjellshme, por nuk duhet absolutisht të përdori atë lloj komunikimi. Fjalë dhe gjeste ndaj gazetarës. Unë të falenderoj që ishe për vendosjen e pikave mbi i, siç i përkthejmë në shqip, në kuadër të këtyre zhvillimeve të cilat e themi edhe në Itali. Në kuadër të këtyre zhvillimeve të cilat kanë vendosur në vështirësi qeverinë në raport me gazetarët dhe me median, por në fakt teksa ne flasim për këtë raport të rëndësishëm, nuk duam që në asnjë rast veprimet të caktuara të shndrohen në farsa të cilat më pas nuk bëjnë asgjë tjetër, veç se japin idenë e imazhit, por jo të thelbit. Nuk do donim konsideroj tillë për shembull edhe aksioni që ka ndërmarrë policia shqiptare në Lazarat, i cili ka një produkt real, siç është grumbullimi një sasie të madhe kanabis sativa, sekuestrimi sasisë së madhe të drogës, të armëve, vendosja e kontrollit mbi parcelat e mbjella me kanabis sativa, por pikërisht në kuadër të një pune të tillë, e cila kërkon të jap mesazhe të forta në Europë, jo vetëm të imazhit, por edhe të forcimit të ligjit përballë atyre që bëjnë krim vërtet në këtë vend, andaj dhe përpjekja jonë në emër të transparencës bëhet për këtë arsye. Ne ndjekim në vijim kronikën e cila tregon se deri ku ka arritur policia e shtetit në aksionin e saj në Lazarat. Pasditën e sotme, forcat speciale të Reneas kanë marrë në kontroll objektin ku qelloi me mitralos të rënd në drejtim të policisë, ndërkohë rreth 200 efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë vijojnë avancimin në zonat malore dhe në brendësi të fshatit për asgjësimin e parcelave.
Në afërsi të malit të Sopotit është ngritur dhe një kamp ku qëndrojnë efektiv të repartit të Reneas, të cilët mbërriten me helikopter. Operacioni sotëm është përqendruar kryesisht në pjesën perëndimore të fshatit, ku dyshohet se ka parcele të reja, si dhe kanë ushtruar kontrolle në disa banesa ku sekuestruan 287 kg marijuan. Kanë thyer xhamin e derës së jashtme, nuk hin dot, se derën e kisha të blinduar dhe i kanë ardhur rreth rreth shtëpisë nga mbrapa, kanë çuar grilin dhe janë futur nga dritari e kuzhinës, e dhomës së gatimit. Ndërkohë nga operacioni një ditë më parë, policia ka arrestuar 4 persona pasi akuzohen për vrasje të punonjësve të policisë të mbetur në tentativë. Gjatë 5 ditëve të operacionit janë arrestuar 13 persona si autor të dyshuar të sulmeve ndaj forcave të rendit dhe janë kryer rreth 80 kontrolle në banesa. Në total janë zgjesuar 80.000 rrënjë bim narkotike dhe 12 tonë 800 kg kanabis sativa. Ndërkohë në Maracana në orën 23 do të merrni komentin e kësaj ndeshje, por edhe komentin për ndeshjen e pritshme të radhës të orës 24, emocione, surpriza me të ftuar të shumtë, harmoni, alegri, cilën e gjeni vetëm në Agon Channel në atë orë. Shikim të këndshëm, bashkë të ndajemi. Mirupafshim.